Sot në Insight do të flasim për sjelljen më abnormale dhe më të papranueshme në shoqëri. Do të flasim për shqetësimin e qindra prindërve, të cilët fëmijën mund ta kenë të abuzuar seksualisht dhe ato nuk janë fare të vetëdijshëm për këtë. Lajmet që dëgjojmë kohëve të fundit raportojnë për abuzim me të mitur në moshën 14 vjeçare. Shifrat janë shqetësuese, por edhe më shqetësues është fakti se të gjithë ato të cilët janë pre abuzimit seksual nga një pedofil hezitojnë të raportojnë për të njëjtën. Pedofilia kohëve të fundit edhe tek banorët e Maqedonisë ka zgjuar kurreshtjen dhe shqetësimin. Kush e solli? A ka qenë këtu mes nesh? A ka pasur se s'ka pasur më parë? A ka qenë më e fshehtë? Apo ka qenë më e butë derisa s'ka dëgjuar njeri për ta? Si работев у Перална, значи до тогаш на девојчето и уште три девојчиња и ја не ги познам, ми ги кажа со име, значи едниот беше брат ми со мене и он работеше со мене. Потоа дојде се изближаа девојчињата, ја не знаев од кај што се. Тие девојчињата ме праша, може ли да се запознаеме? Ја викам, може да се запознаеме, ама ја не знаев во тој случај што било. После едно време девојчето ме смратила кај мене дома, кај што живеам. Доаѓала таму кај мене, после ја бркам. Ја не знаев кој што е он. Jo, pedofili nuk e solli askush tek ne. Pedofilia gjendet në të gjithë vendet dhe kombet e botës, ku më shumë e ku më pak. Baletaristika botërore është e mbushur me raste markante dhe trishtuese të pastarëve pedofil, që kanë goditur mendjen e njerëzve. Në Europë janë të njohur raste në seri të pedofilëve. Këto raste nga popullata priten me frikë dhe me tronditje të jashtëzakonshme shpirtërore, bëjnë shumë jehon, kryojnë mosdurim në rrethin ku punojmë dhe jetojmë. Shumica e njerëzve i imagjinojnë pedofilët si burra të vjetër, të shëmtuar, të veshur në mënyrë të shëmtuar, të fshehur pas ndonjë shkurje për të rrëmbyer ndonjë fëmijë të vogël nga rruga. Megjithatë, rastet e fundit me pedofilin kanë treguar se shumica janë fëmijë të fëmijës, miq të besuar, gjyqërit, kujdestarët e tyre, mësuesit. За жал, педофилите много често знаат да ја добијат наклонетоста на децата. Тоа се семени пријатели, роднини, чичковци, вујковци, па дури и родители, што станува уште по-травматично, особено кога нема доволна сигурност и доверба дека некој од најблиските ќе му поверува за тоа што се случило. Во периодот од јануари до септември оваа година имаме 16 вакви случаи и ако сакате за споредба, например, во 2016 година имаме 30 вакви случаи, а во цела 2015 година имаме 38 вакви случаи. Значи, отприлика бројката се намалува, но сепак не сме задоволни за тоа што работиме на тоа да можеме, нели, колку може повеќе оваа појава да се сузбие во нашето општество. Искочивме на улицата, ме праша колку години имаш. Јас сум веројатно му кажал 19 години. После 19 години ја гледам девојчето, јас ја прашам колку години имаш, она ми кажа 18 години дека има. А таа девојчето од домот, таа била од домот, ја не знаев ништо воопшто дека таа. После тоа го испратува и некај од домот, и ја видов девојчето, ми кажа дека имала таа 13 години. Denoncimi i rasteve të pedofilisë bart në vete edhe ndjenjën e fajësisë nga viktima, paragjykimet e mundshme nga komuniteti dhe brengën për etiketimin si një problem mjaft i ndjeshëm, ku shpesh herë të dëmtuarit hezitojnë të komentojnë problemin deri tek familjarët e më pas familjarët deri tek organet e rendit. Në Maqedoni, pedofilia starton që në vitet e 90-ta, duke kaluar vitet edhe sa më shumë po vetëdijsohen qytetarët, aq më shifrat e larta dalin në pa dhe aq më pak shteti mund të përballet me të njëjtën. Por si definohet pedofilia? Pedofilia është veprimtaria erotike me fëmijë. Sipas kritereve diagnostike, pedofili duhet të jetë më i vjetër 5 vite se viktima.
ndërsa mosha e tyre mund të lëvizë nga 16 deri në 65 vjet. Si kryerës të abuzimeve seksuale dhe të pedofilisë, do me thënë po ashtu në shumtën e rasteve në paraqiten po të njëjtat grup mosha parafërsisht, do me thënë. Si viktim në paraqiten moshat 11 deri në 18, po ashtu të njëjtat mosha në paraqiten edhe si kryes. Kuptohet, kemi edhe përjashtime nga kjo, po relativisht janë moshat e reja që sillen 11 deri në 18 vjet. Orientimi seksual i këtyre personave mund të jetë hetero dhe homoseksual, dominojnë heteroseksualet. Të dhënat flasin që pedofilët meshkuj homoseksual zgjedhin fëmijët më të rritur, kurse ata heteroseksual më tepër vajzat nga 8 deri në 12 vjeç. Fëmijët kur janë në moshë të vogël janë më të sinqertë dhe kanë më pak gjasa të gënjejnë për atë se çfarë ju ka ndodhur. Andaj, pasi që të jetë të denoncuar një rast i tillë, duhet të gjithë palët të jenë të kujdesshme, duke përfshirë nga avokati deri tek gjykatësi për të mos lejuar që fëmiu të përjetojë të njëjtën dhimbje përsëri. Në Maqedoni ka raste ku abuzimi seksual ndaj fëmijës brenda familjes, mbrojtja ka kërkuar ballafaqim të drejtë për drejtë të fëmijës me dhunuesin, por ne nuk e kemi lejuar, shprehet kryetari i ambasadës së parë në botë për fëmijë, Megjashi. Ние сме имали случаеви и на родоскрнавење на педофилски случаеви каде што судот дозволувал на инсистирање на одбраната сочување на детето жртва со осомничение за тоа тешко кривично дело и сме се залагале да не се дозволува таква директна средба, туку да се води интервјуто еднаш, најмногу 2 пати во специјализирани скрин соби каде што детето ќе биде слободно и ќе може преку цртежи, преку кукли или на друг начин да го каже тоа што му е сторено и тој видеозапис судијата го земе како релевантен доказ во постапката што ќе води спрема осомничениот. Pedofilët zakonisht kanë marrëdhënie pune në ambiente ku ka fëmijë, si shkolla, vende të sportit e të tjera. Ata kërkojnë të jenë në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët, midis të cilëve studiojnë dhe zgjedhin viktiman. Janë të komunikueshëm, përpiqen të fitojnë besimin e fëmijës, sidomos të atyre fëmijëve që u kanë munguar dashuria. Zakonisht i gënjejnë duke u shoqëruar me ta, duke u zbuluar dëshira apo interesi që kanë, u premtojnë karrierë në sport apo art, për kjo varet sipas rastit. Pedofili fokusohet tek interesat e një fëmije sepse ata janë karemi, janë persona që madje hynë në shtëpi, janë miq të familjes dhe fëmija është në presion se po të flas, nuk do ta besojnë. Numri në rritje i vitit në vit në Maqedoni është dashur që të nxjisë qeverinë për të ndërmarrë masa preventive duke u fokusuar në parandalimin e veprave të tjera, ndryshimet ligjore në kura që do të ofrohen. Juli Krepchenko, autori që bëri kërkime të gjëra mbi pedofilët, vuri re se pedofilia është një çrregullim jetë gjatë dhe deklaroi se personi pedofil ka nevojë për trajtim gjatë gjithë jetës. Studimet kanë treguar se farmakoterapia dhe psikoterapia mund të kombinohen për të sjellë një trajtim më efikas për dikë që vuan nga pedofilia. Maqedonia aktualisht ofron vetëm dëshkimin e tyre në bazë të ligjit dhe që ky dënim nuk është fare i mjaftueshëm. Brenda kodit penal të Republikës së Maqedonisë, sulmi seksual ndaj fëmijës, gjithsesi ndaj fëmijës ndër 14 vjet, është paraparë si mas nenit 188, në të cilën parashihet burg minimal së paku 12 vite. Një masë e veçantë në kuadër të masave të sigurisë, ajo është mjekimi medicinalo-farmakologjik, ose ndryshe në popull është i njohur edhe si kastrimi kimik. Fatkeqësisht tek ne ende nuk ka ndonjë dhënë konkrete rreth shqiptimit të kësaj mase, do me thënë se sa personave u është shqiptuar, kështu që mbetet në të ardhmen kjo, do me thënë që definitivisht të futet në aplikim, në zbatim. Gjithmonë pedofilët shprehen se janë të pafajshëm, nuk e pranojnë kur veprën e tyre. Ato thonë se ushtrojnë një kujdes të veçantë për fëmijën për të cilin akuzohen dhe fillimisht pretendojnë se kjo është e trilluar nga fëmiu. Pas ekspertizave ku vërtetohet se fëmiu është prerë një abuzimi seksual, dhunuesit deri në fund pretendon se bëhet fjalë vetëm për një mirëkujdesje ndaj viktimës, për të arritur se si duhet trajtuar dhe çfarë duhet ndërmarrë pedofilat.
Seksi duhet të vehet tek shteti, i cili duhet të shtojë kapacitetet e tij në masën preventive dhe në trajtimin e tyre. I potom doaja non stop kajmene, znala kaj živela, ja nisam znao ništa uopšto, je pribjerujme дека беше гладна. Ја соведувме дома кај нас, ај дојди се ни јаде, тогаш беше и братот. Ама ја не знав во тој момент што се десува по нивната ситуацијата. А јас да се приближувам до незе не можам, никако не ми иде душата во кај незе, воопшто. Девојчето ме праша, вика, може ли, вика, ја и ти да се фатиме? Не може, вика, се уште, дешто ти си малолетне се уште. Por deri më tani, në praktikën gjyqësore, të gjithë abuzuesit nga mosha 18 vjeçare deri në moshën 85 vjeçare që kanë kryer marrëdhënie me një vajzë të vogël nën 14 vjet, ligji parashet të njëjtin dënim, ku të gjithë abuzuesit, qoftë ato që kanë një diferencë të madhe në moshë, qoftë ato që kanë një diferencë të vogël, kanë dëshkimin e njëjtë. Në komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian, kjo është si praktik më e përhapur, kur vajzat të mitura martohen me djemë të ri, ku në fakt më shumë se gjysma e këtij komuniteti martohen nën moshën 18 vjeçare. Shkencërisht kemi dy forma të pedofilisë. Kemi një formë ku dhunuesi, gjithësisht bërësi i veprës penale, është nga mosha 18 deri në 25 vjet dhe ka një marrëdhënie seksuale me viktimën, e cila është e moshës më pak se 14 vite. Në këtë rast, shoqëri të caktuara e praktikojnë këtë, lidhin martesa edhe me vullnet të viktimës, në disa raste edhe pa vullnet, mirë po është interesante të sqarohet kryerësi veprës penale të kësaj moshe e ka pedofilin si smundje apo nuk e ka, apo mendon se ky raport është i lejuar dhe është normal. Пеналната политика треба да биде базирана на превенција. Лицето кој има, погрешна сексуална ориентација, да биде спречено во неговите понатамошни атаци врз малолетната популација. Со сила бараше да доаѓа она, после директорките доаѓа кај нас, кај од домот доаѓа со тројца, четворица души кај нас, ја најдоа кај мене дома. После тоа, кога дојде кај мене дома, ја викам, не сум ја приберал, таа самата доаѓа. Ние заклучуваме вратата, она тропа, лупа, не оставаше на рат на нас. А ја не се учествувам дека на женско, пошто јас сум хомосексуалец. И тој живот мене ми треба. Значи, мене не ми потребува мене жена, зашто не сум способен за тоа. Vetëm vitin e kaluar, janë martuar mbi 100 femra të moshës 9-18 vjeç. Në vitin 2015, janë martuar 13 meshkuj dhe 165 femra të moshës 9-18 vjeçare. Në vitin 2014, janë martuar 5 meshkuj, ndërsa 135 femra të moshës 9-18 vjet. Deri më tani, më shumë se 1/3 e tyre vuajnë dënimin me burg për këto martesa. Për shkak të numrit në rritje, i cili ka kapluar Maqedoni, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale si një ndër masat preventive ka vënë në funksion faqen Regjistër na pedofili.mk, ku aty mund të gjeni të gjithë pedofilet e dënuar deri më tani për të identifikuar ato në qoftë si janë nga lagja juaj ose nga vendi ku ju vini, që sadopak të dini se kush edhe zyrtarisht është i dënuar për këtë akt. Министерството за внатрешни работи во соработка со другите институции презема низ за превентивни мерки со цел да влијаеме на намалување на оваа појава, односно на нејзино сузбивање. Постои така наречен регистар на веќе осудени лица за вакви полови напади на малолетници под 14 години, кој што се работи во координација со Министерството за труд и социјална политика и каде што граѓаните можат да ги видат имињата на веќе осудените лица, односно местата на живење од каде тие доаѓаат.
numeriere, numeri je raste veta pa evidentuara, veta pa registruara do të mbetet ende më tepër për shkak të specifikës që e ka kjo dukuri kundrejt individit, që e prek. Ono што мислам дека недостасува е навремено детектирање на одредени потенцијални кризни состојби во семејството и во училиштето. Сметаме дека треба училиштето да поинтензивно работи со децата преку психолошко-педагошките служби. Уште поважно е да има и социјален работник кој на време ќе детектира семејство во криза, каде што постои опасност детето да биде жртва. Ние сме реагирале кога и со право на видување на еден од родителите за време на викенд го има силувано своето дете и сметаме дека на овој начин центрите за социјална работа имаат голема задача и одговорност и со правото на видување да го регулираат кому го доверуваат, затоа што децата знаат да бидат жртви и кога се доверени на еден од родителот кој се во бракоразводна постапка. Neuropsihiatri sqaron se ka një dallim esencial në mes pedofilit dhe abuzuesit seksual. Duhet dalluar dhe në bazë të saj duhet që ligji të veprojë. Кога станува збор за педофилијата представува задоволување на сексуален нагон. Значи нешто што е поволено единката која има педофилија. За разлика од сексуалното насилство, каде станува проблем за еден агресивно и насилно однесување, а не станува збор за волја. Педофилот сака да ужива, а овој сака да врши терор. Значи тоа е суштинската разлика помеѓу педофилијата и сексуалното насилство кое се применува на жалост на разни објекти. Padyshim si kodi penal në këtë drejtim, duke mbështetur fillimisht mbi baza të hulumtimit shkencor akademik, të bëj një ndarje, një prerje mbes asaj se çka është sulm seksual ndaj të miturit, të moshës së parafërt dhe çka është sulm seksual ndaj të miturit të një personi të kryerësis të veprës penale me dallim të theksuar në moshë, i cili paraprakisht është trajtuar në mënyrë mjekësore dhe është vërtetuar kjo si smundje. Në literaturë nuk ka karakteristikat të prototipit të personit pedofil. Ekzistojnë karakteristikat e përgjithshme sikurse që janë person submisiv, të dashur për fëmijët, mjaft subtil në sjellje me ta, të butë. Mbi 70% e tyre ka një lidhje të ndryshme me fëmijët, janë arsimtar, edukator, kujdestar, mbikëqyrës, gjysh që kujdeset për fëmijët e të tjerë. Atyre u pëlqen që t'i prekin fëmijët, pastaj t'u mësojnë zhargonin e ndyrë të shprehjeve, i ledhatojnë, ju blejnë gjëra të vogla të kënaqësisë fëmijërore, lodra, sheqerka e të ngjashme. Nëse personi pedofil manifeston edhe agresion që quhet sadizëm, kënaqje, duke munduar ose mbytur viktimën, atëherë personi ka çrregullim organik të personalitetit. Këto çrregullime më shumë përkasin personave të rritur ose në moshë më të madhe. Многу не малтретираат. Од затворот многу им малтретираат. Дека нашето такво дело за педофилија не тефат и не удираат, а без потреба. Зашто? Ако сме виновни, треба да лежиме, ако не осудат, треба да си го лежиме ние да си го знаеме тоа. Од нивната наредба треба да се стане, да се провери човекот, да се види како и што, а не да не земе некого, например, да тепа сега тројца, четворица удира, а едниот го фаќа уходник, го направи се лом. Тоа важи за мене. Јас без потреба сум го јадал кјутокот таму. А нема никако ништо направено до сега. Нема никој ни да се пожалува од никој. Затворот. Па ја мислам дека не може ништо да измени затворот. Од едноставна причина што затворот може само да ја ублажи појавата, но суштински радикално нема да допре, со обзир дека станува за една погрешно избрана сексуална ориентација на некоја индивидуа.
për të sqaruar këtë fenomen shoqëror, pasi që deri tani kjo temë ka qenë tabu, fare nuk është diskutuar. Në procedura gjyqësore vërtetohet veprimi i kundërligjshëm, merret dënimi në bazë të sankcionit penal të paraparë me ligj. Mund të themi që këta persona janë të paragjykuar nga shoqëria, janë të paragjykuar edhe gjatë mbajtjes së dënimit me burg, duke nisë nga të burgosurit të tjerë, por edhe nga gardianët e burgut. Do me thonë, këtyne personave, pavarësisht veprës penale që kanë kryer dhe pasojës së dhimbshme për shoqërinë dhe për ata të cilët janë ballafaquar me këtë pasojë të dhimbshme, jam i mendimit që këta persona që nga fillimi i procedurës penale kanë nevojë dhe është e nevojshme që të kenë një mbikëqyrje mjekësore dhe vërtetim mjekësor të gjendjes psikofizike që kanë. Janë ofruar edhe forma alternative të trajtimit të pedofilëve, pasi që në burgjet e Maqedonisë mungojnë kurat adekuate dhe programet e risocializimit. Ambasada e parë botërore për fëmijë ka dhënë këtë propozim, i cili ende nuk është miratuar. Нулевме и алтернативни мерки за локатори каде што ќе може да бидат наблюдувани и следени од полицијата и органите за прогон, за да се оневозможи неговото движење во близина на детски установи, во близина каде што децата учат, престојуваат, спортуваат или другаруваат. Едноставно полицијата да го има тој аларм, за да може на време да го отстрани педофилот од тоа место каде што може да се најдат следни деца жртви. Rekomandohet që për shembull të organizohen edukime, do me thënë për fëmijët, se si ato duhet të mbrohen në situata të tilla me qëllim, do me thënë të vetë mbrojtjes, do me thënë në situata të abuzimit seksual, të rasteve të pedofilisë, se si ato duhet të gjenden në situata të tilla me qëllim që tu ikin rasteve të tilla. Министерството за внатрешни работи реагира на секој ваков случај. Откако ќе биде пријавен, веднаш го известуваме основното јавно обвинителство и во координација со него се преземаат мерки и активности за прибирање на докази и за расчистување на случаите. Откако ќе се приберат доказите, се поднесува соодветен поднесок до основното јавно обвинителство за постапката или потоа да се продолжи да заврши со судска разрешница. Значи, во другите работи, значи, што не мара да затека сме педофили. А зашто да сме педофили? Зашто? Од каде знаеме ние што се здесува? Но на тој момент. Ние не знаеме дали е 12, дали 13, дали 18 години. Значи, ако, например, јас да искочам надвор и се, например, некој било кое што, значи, девојче нешто понуди и сега, например, да иде да пријави на полицијата и што треба да ги гонат сега да ги стават одмор во затвор, а каде е судењето? Треба да се најде извештање за тоа. И затоа јас се осеќам дека не сум виновен за тоа. Јас со девојчето, значи, од надвор, значи, не сме немале ништо, ни да допрам, ни да ништо. Значи, јас сум ја поштувал, значи, мене ако ми потреба, значи, 13-14 години или 15 години, ја можам да рачунам како моја сестра. Значи, се знае како треба да се иде. Уред. Значи, треба да знаат они судиите, треба да најдат некоја мана, да можат да ги пресудат, да им се најдат. Значи, ако е толку, значи треба да се даде 8 години. Значи, ако пишано е така, значи треба да се најде. Значи, ако е доказат, значи треба да си го лежи затвора, да не малтретира. Unë them që pavarësisht pasojës së dhimbshme që ka kjo vepër penale, që na prek të gjithëve dhe emocionalisht na godet, këtë kategori njerëzish kryerësish të veprave penale mendoj që duhet t'i trajtojmë me seriozitetin më të lartë në kuptimin e mos përsëritjes së veprës penale pas përfundimit të dënimit të burg, në qoftë se në një procedurë paraprake është e vërtetuar një çështje.
Me seriozitetin më të madh, emisioni Insight do të kërkojë nga institucionet që të kryejnë punën e tyre. Një ndër institucionet të cilat hezitojnë të japin përgjigje është Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Deri më tani ne kemi kërkuar disa kërkesa dhe ato hezitojnë të raportojnë për punën e tyre, ose përgjigjet të cilat na kthehen nuk janë precize. Gjithashtu, kemi dërguar kërkesë edhe tek Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe të njëjtën nuk na e kanë miratuar, ka kaluar më tepër se 10 ditë. Ato arsyetohen se po punohet për të njëjtën. Ne zotohemi si emision Insight se do të bëjmë vazhdimisht shtypje deri tek institucionet për të raportuar mbi punën e tyre për problematikat të cilat ne i trajtojmë. Do të ndjekim në vazhdimsi punën e institucioneve dhe do të kërkojmë llogari për mos kryerjen e punës së tyre. Ju vazhdoni të na ndiqni në Insight.